thua u mbajtën 3 panele apo jo gjatë konferencës, edhe paka shumë na përmendën në pika të shkurta, po na i sqaron pak ndoshta më gjërësisht se kë kishim të ftuar, çfarë faktikisht u fol, ndoshta pikat më të rëndësishme që u prekën, shqetësimet që ndani me njëri tjetrin ose diçka ndoshta ato situatat më të nxehta që i kemi për momentin ose diçka që na prek gjithë secilin, sidomos rinin, edhe me që tema paka shumë ka qenë edhe drejt Europës, është një gjë që gjithë secili prej nesh e dëshiron, sidomos rinia, sepse është ajo që të ofron mundësitë edhe gjithçka tjetër, edhe po ashtu sepse përmendet që kemi pasur dhe politikanë të ftuar, sa pjesëmarrës akoma nuk e di, po të paktën të ftuar kemi pasur, qoftë edhe nga ana akademike edhe student po ashtu. Atëherë do t'ju kumtoj se si ka qenë e organizuar konferenca dhe kryesisht tema për të cilën neve kemi elaboruar dhe jemi ballafaquar ka qenë pikërisht nga 13 parti politike siç e potencova pjesëmarrës dhe përfaqësuesit të tyre kanë qenë, disa kanë qenë edhe po ashtu me pozitën e deputetit në parlamentet e tyre në Shqipëri dhe Kosovë. Mirë po, kjo dallonte prej organizimit të forumeve rinore në Maqedoni, në Lugin edhe në Maltezi. Kjo që bënte atë dallimin mes nesh dhe mund të jap një shembull shumë interesant, ku krijonim edhe me një perspektivë të reja neve për këtu në Maqedoni, se kemi edhe një parti politike me të cilën nuk e ka asnjë forum rinor për arsye të ideologjisë politike që ka. Dhe kjo na bënte që neve të shkëmbejmë mes veti përvojat e tona, kryesisht të organizimeve dhe të forumeve rinore, dhe kryesisht me çfarë problematika neve të angohemi, ishin sikur kuotat, disa paraqitnin përfaqësim të dobët për sa i përket rinisë nga partitë politike, por edhe në proceset vendimarrëse e kështu me radhë, duke marrë parasysh edhe diskursi i fundit që po ndodh në Shqipëri, po ashtu në Kosovë dhe në Maqedoni. Këto ishin diçka që të cilët neve i rrenim si tema me qëllim që të krijojmë një diskurs të përbashkët publikut dhe të informojmë njëri tjetrin se çka ka ndodhur në të vërtetë, duke u larguar prej propagandës sigurisht mediatike.